Situata politike në Kosovë në gjanë garëve të formulës 1, çdo 2-3 muaj thirrën zgjedhje. Vetëvendosja i fiton ato çdo herë më thellë, e megjithatë vendi sërish ja vite zgjedhjeve të reja dhe askush nuk e kupton pse. Pasi përdori Vjosa Osmani për të thirrur zgjedhje 2 ditë para vitit të ri, vjet dhe e shfrytzuar kështu eksodin e kthyer të diasporës për festa, pasi fitoi mbi 50% votave, pasi i mbylli derën Vjosa Osmanit me buzëqesh ironike pas kurrizit, Albin Kurti tani po thotë se negociatat me partitë shtuan dhe thirrja e zgjedhjeve është e pashmangshme. Por në fakt, zgjedhjet ishin të shmangshme nëse Vjosa Osmani do të kishte rikandiduar. Në këtë mënyrë Lidhja Demokratike e Kosovës do të ishte tunduar të votonte pro saj, por jo. Kurti vendosi ekzekutimin e Vjosa Osmanit. LDK, e cila ju ngrit e fundit nga tavolina, e akuzoi Kurtin sot se e donte presidentin për vete dhe jo për Kosovën dhe i thatë mos humte më kohë për t'i takuar ata sërish. Tani situata ka ndryshuar, Osmani po kalon tek LDK, ashtu si Hamilton nga Mercedes te Ferrari dhe Befas, gara që duke e mbyllur, është hapur sërish. Dhe tani nuk është vetëm çështje shpejtësie, por dhe sa të reja apo të përdorura i kanë gomat, makinat e rivalëve. Sigurisht kjo varet nga moti. Në garat e Formulës 1 ndërrohen goma shiu apo goma dielli. Por koha nuk duket aq favor të veturës së vjetruar të Albin Kurtit. Pas letrës së Trump për Osmanin, u kuptua qartë arsyeja pse ajo nuk ishte më presidentja e duhur për Kurtin. Nuk ishte besnikëria. Siç vetë Osmani e ka pranuar, ajo ka qenë verbërisht besnike ndaj Kurtit, një gjë që nuk është dhe fort dinjitoze për një president. Por problemi ishte se Osmani ishte kanali vetëm i komunikimit të Prishtinës zyrtare me Washingtonin. Dhe Kurti era shkurt, hoqi Osmanin me shpresën se në presidencë do t'i ruajë i njëjti kanal komunikimi me një tjetër president e kukull, që ai vendosi Albulena Haxhiun. Por letra e Trump për Osmanin tregoi se Vjosa këtë kanal e kishte marrë me vete kur doli nga presidenca. Dhe ky nuk është komplikimi i vetëm dhe as i fundit për Albin Kurtin, i cili megjithëse qeverisë me mërzi Kosovën, nuk mërzitet kurrë afusa të në stres elektoral çdo 6 muaj. Kësaj radhe në zgjedhje nuk do t'i muaj veç amerikanët dhe votat që dikur ja solli Vjosa Osmani nga LDK. Kësaj radhe Kurtit i mungon entuziazmi i kosovarëve që as 4 muaj më parë dhanë atimi 50% votave. Por për më shumë, me kalimin e Osmanit në kamp kundërshtar, ai nuk mund të shpresojë më as tek përçarja e opozitës. Sondazhet më të fundit po tregojnë se qoftë LDK, qoftë PDK, po rrisin kotat krahasuar me 4 muaj më parë. Aleanca Ramush Haradinaj mbetet po ashtu një koske fort opozitare e palëkundur për disa vite. Haradinaj ka vite që kërkon unifikim të frontit opozitar dhe afrimi i Osmanit duket se ka prishur pazarin LDK Kurti në minutë fundit një lëvizje që duket se nëherë ka dhe miratimin e perëndimit që shet e Kurti fenomenin populist i cili po shkatron sot unitetin evropian. Sigurisht që bashkimi nëse ndodh nuk do të jetë as i shpejtë as i lehtë. Abdi Xhiku u luhat deri në minutë fundit për të futur në qeveri dhe thuhet se kërkoi 6 ministri në shkëmbim të votës për presidenten kukull Kurtit. Por Vjosa Osmani duket se është më e fortë se sa të gjithë ne e mendonim. Dhe pikërisht ajo që ishte deri dje elementi përçarës mes partive opozitare për shkak të ndikimit që ajo ka në LDK, Befas mund të kthehet në elementin bashkues së saj në zgjedhjet e ardhshme. Me çfarë kostoje dhe në shkëmbim të çfarë gjëje, këtë do ta diskutoj sonte me ftuarit e mi, Sigla.